Mos jemi do shtrëngus në këtë muaj. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregohet në hadithet e tij që ai ka qenë shumë durdhënës edhe gjatë muajve Rexheb dhe Shaban, në veçantë në muajin e bekuar të Ramazanit, pra të shpërndajmë ushqimet tona, të ftojmë njerëzit në iftarët tona, të shkojmë në iftaret të tjerëve pra të marrim pjesë. Natyrisht mos jenë këto iftare në mënyrë të egzageruar, ekstravagante, me ushqime të shumta të cilat më pastaj do të derdhen, le të jenë modeste, por me rëndësi është që ne me njëri tjetrin të komunikojmë dhe me rëndësi është që ne me njëri tjetrin pra të jemi afër, sepse kjo është edhe vetë Ramazani që e kërkon për gjatë gjithë këtij muaji. Andaj edhe të jemi dordhënës në këtë muaj, sepse çdo gjë që ne e japim, natyrisht e presim shpërblimin pra tek i madhi Zot xhallashanuhu, secili njeri e jep për veten e tij. Andaj edhe ne le të mundohemi që gjatë këtij muaji të bëjmë punë të mira të cilat do të jenë punë të cilat do të na shpërblejnë ose rikthehen neve edhe në këtë dynjë për ati mirëqenie, lumturi të familjes tonë, të familjarëve tonë, por inshallah le të na rikthehen neve edhe si shpërblim në botën tjetër tek i madhi Zot xhallashanuhu.